Këtu nga maja e Bistrës, që është maja më e lartë e Prevallës, në malet e Sharrëve, një këshill, pasi që është vendi i lartë, një këshill mjaft të lartë për ju. Mbase më keni dëgjuar disa herë duke e përmend çështjen e sprovave të epsheve dhe dyshimeve. Me të vërtetë, Kurani dhe Suneti gjithkohën fokusohet te këtu. Për arsye që njeriu mund të devijojë vetëm dy forma, ose emocionalisht, ose psikikisht. Psikikisht devijon nëse jepet mas hamendjes dhe dyshimeve, kurse emocionalisht nëse jepet pas epsheve. Aq shumë të janë argumentet për këtë rregull, saqë nuk mund të numërohen. Mirë, po njëra prej argumenteve është që profeti alayhis salatu wassalam ka thënë: ajo çfarë kam frikë për juve janë epshet devijuese që vijnë nga barku dhe organi gjenital dhe gjithashtu nga tekat dhe dyshimet. Ky është kuptimi i thënies profetike. Shikoni, as shiqare e përmend që ajo që kam frikë për juve është domthon nga sprovat e epsheve, e në formë të veçantë epshi i barkut, pra ushqimi, fitimi i pasurisë haram, e kështu me radhë, dhe nga organi gjenital, pra nga marrëdhëniet intime jashtëmartësore. Kjo është pjesa e parë e këtij rreziku. Dhënia pas epshe, dhënia pas qefe, me të vërtetë shkatërron njeriu dhe e bën që të jetë prej të dështuarve. Për të shpëtuar sprovës të epsheve, duhet që ta mësojmë veten me durim dhe me agjerim dhe me frenim, jo me angu qefin vetës gjithkund. Jo se qefi të çon shkatërrim. Mjaft mirë kanë thonë, kajtja e ka rit njeriu. Prandaj duhet ndalur epshin, se ai epsh që ndjek, ai do t'i ndalon shumë epshe tjera, shumë qefe tjera. Kurse nëse e ndal veten për me ndjek epshin, kime arrit kënaqësi të shumta, që nuk numërohen. Prandaj matematika dhe çdo send e qet që hajri është me ndal veten prej epsheve të ndaluara. Dhe e dyta që u përmend është tekave dhe dyshimeve. Pra, mi marr gjërat e paqarta në fe dhe në natyrë. Në esencë, natyra është e qartë dhe feja është e qartë, dyat janë prej Zotit. Fjala e Zotit a feja, vepra e Zotit a natyra. Dyat janë të qarta. Mirë, po kanë disa gjëra që janë të paqarta. Ata që kanë zemra e tyre shtrembrim, jepen pikërisht pas atyre gjërave të paqarta. Ajo është dështim, nuk bën mu marti me gjëra të paqarta. Ti dush mu marr vetëm me gjëra që janë të kthjellta, të qarta dhe të mirëfillta. Prandaj, nëse dëshirojmë që ta shpëtojmë veten dhe fen tonë dhe familjen tonë dhe çdo gjë, duhet që të largohemi nga sprovat e epshe dhe dyshime.